për ty dhe të tjerë që e dini qartë. Sigurisht, arrestimi im në shtëpi 333 ditë ishte një kohë shumë e çmuar. Dhe unë nuk kisha pa projekt. Unë kisha një projekt i cili ju garantoj se edhe po ta zbatoja përsëri me Edi Ramën zgjedhje nuk fiton opozita, por do ta zbatoja. Kisha një projekt. Tani natyrisht nuk mendoj se është bërë gabim që u bashkuam. Nuk mendoj. Bashkimi ishte siç e pat ju vetë, kundër përgjigje ndaj asaj përpjekje për zhdukjen e Partisë Demokratike nga një bastard i xhelatëve të diktaturës siç është Edi Rama. Edi Rama, pasi me George Sorosin bëri gjithçka që të më arkivonte mua në politik, u vërsul pastaj të kontrollonte Partinë Demokratike me çdo kusht me ndihmën e shërbëtorëve të Sorosit. Pra, ajo betejë nuk ishte një betejë e thjeshtë, Lezi. Ajo ishte një betejë për ekzistencën e Partisë Demokratike. Sali Berisha kishte një rrugë tjetër, të rithemelonte një forcë politike të re, por nuk e meritonte Partia Demokratike kurrate. Nuk meritonte Partia Demokratike t'ia dorëzoje armiqve të saj këtë forcë politike. Jo. Dhe në kushtet, sepse sot edhe Parasi që pyeti, harron një gjë. Terrori politik ndaj opozitës nuk është një moment inkurajimit për qytetarët, për kundrazi. Është një moment terrori për qytetarët. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj se përpjekjet për bashkim ishin përpjekjet më të duhura. Dhe pa diskutim që ato kishin një çmim. E pohoj, por nuk mund të pranoja kurrë që Partia Demokratike të transformohej në një parti jashtë idealeve dhe programit të demokratëve. Agron Molla, doktor, unë